Vetëm me LDK-n përfundojnë projektet e mëdha në Prishtinë dhe në Kosovë. Pse është i nevojshëm në kalimi Agim Ramadani? Jo veç që na ka tek neve me boni tunel aty, po ajo e ndërlidh qendrën, ndërlidh të gjitha sheshet me zonën e vjetër. Prishtina është e kaltërt, Prishtina është me LDK-n, Prishtina është me përparim Ramën. Dhe kur Prishtina është me ne, e gjithë Kosova është me ne. Prishtina është motori i zhvillimit dhe nuk është rasti këtu që në këtë kryeqytet, në këtë motor, LDK gjithmonë ka qenë si në shtëpinë e vet. Sepse kur qytetarët e Prishtinës kërkojnë vizion e punë, ata gjithmonë e shikojnë rrugën drejt nesh. Kur kanë kërkuar stabilitet, ne u kemi dhënë këtë stabilitet. Kur kanë kërkuar punë konkrete, ne u kemi sjellë atë punë. Dhe këtë e dëshmojnë sot bashkë me të gjithë ju, sepse 4 vite më parë ne erdhëm në qytetin tonë me një vizion të ri, me një kandidat jashtëzakonshëm. Ne e sollëm përparim Ramën, një njeri që vjen nga bota e arkitekturës e urbanizmit, për ta bërë një gjë të vetme, për ta kthyer Prishtinën një qytet të saktës. Vetëm me LDK-n përfundojnë projektet e mëdha në Prishtinë dhe në Kosovë. Me LDK nisje përfundon rruga A, me LDK nisje përfundon rruga B, rruga C, rruga D, i gjithë alfabeti nis e përfundon vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tjerë vinë shkojnë shej në Prishtinë blojnë. Kemi punu shumë këto 4 vite në pjesë ndryshme të kryeqytetit, po fokusohemi pak këtu në Prishtinën e vjetër, këtu në infrastrukturë. Pra kemi bërë përmirësime të mëdha në rrugë, në kanalizime, kemi vazhduar zgjerimin e rrugës Bajram Batiri me 3 korsi në drejtim të Gollakut, sepse kemi një gollak, një natyrë të mrekullueshme atje. Kemi sanuar e asfaltuar shumë rrugë në Kolovic, edhe lagje tjera si në Tasligje, në Gjinaj dhe Takbashi. Kemi zgjeru po ashtu rrjetet e kanalizimit dhe punu në rrjetin e ujësjellësit. Përmirësim të infrastrukturës rrugore dhe kërkesat e banorëve në këtë drejtim pra kanë qenë prioritet i qeverisjes tonë. Pse është i nevojshëm në kalimi Agim Ramadani? Jo veç që na ka tek neve me boni tunel aty, po ajo e ndërlidh qendrën, ndërlidh të gjitha sheshet me zonën e vjetër.